Pas më shumë se 4 shekuj, përkrenarja dhe shpata e përdorur nga Skënderbeu do të kthehen përkohësisht në atë. Simbolet origjinale të herojit kombëtar të shqiptarëve, që ruhen në Muzeun e Historisë së Artit në Vjenë, do të ekspozohen për 3 deri në 6 muaj në Tiranë, me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Ato pritet të vendosen në pavionin e Mesjetës në Muzeun Historik në Tiranë, ku aktualisht ndodhet shtatorja e Skënderbeut. Në një intervistë për ATSH, drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, Luan Maltezi, thotë se pala shqiptare ka përmbushur tashmë të gjitha kërkesat e palës austriake për kushtet e sigurisë dhe kushtet e përshtatshme klimaterike për ekspozimin e këtyre objekteve me vlera të veçanta historike. Çështja e rujtjes së këtyre objekteve nuk krijon problem. Muzeu Historik Kombëtar është i kontrolluar nga policia përkatëse për 24 orë. Ka dhe personel përkatësi i cili ushtron vrojtim mbi çdo vizitor të Muzeut Historik Kombëtar. Sigurisht në këtë rast do ketë edhe element tjerë që shtojnë garancinë dhe sigurinë e objektit që pasionon në muze, dhe ne kemi lënë që pala austriake do t'i bi këto objekte në Shqipëri me vetrina përkatëse, edhe në vetrina e cilët do të ketë edhe aparaturë përkatëse të matjes së lagështisë absolute të cilat kërkohet në 1% të saktuar. Jemi në pritje, sigurisht të sjelljes së objekteve në Shqipëri. Unë mendoj që këto do të vinë nga fundi tetorit. Kërkesa për të sjellë në Shqipëri armët e Skënderbeut janë bërë disa herë që në kohën e Zogut. Së fundi edhe në kuadër të 600 vjetorit të lindjes së Skënderbeut. Por, për shkak të kushteve dhe të mungesës së sigurisë, përgjigjet kanë qenë gjithmonë negative nga ana austriake. Ndaj, për historianin maltezi, ekspozimi i simboleve të Skënderbeut në këtë 100 vjetor të pavarësisë është një sukses i qeverisë shqiptare. Qeveria shqiptare ka miratuar tashmë marrëveshjen përkatëse për transportimin dhe ekspozimin e armëve të Skënderbeut, ndërkohë që të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga pala shqiptare. Ne vendosim me 2 vendime procedurën e kthimit të armëve të Skënderbeut në Muzeun Kombëtar në rast të 100 vjetorit për një kohë të caktuar, në mënyrë që shqiptarët të mund t'i vizitojnë, të mund t'i shohin nga afër armët e prishit tyre të përjetshëm. Skënderbeu është ikona e qenies shqiptare, e identitetit të tyre. Përkrenarja dhe shpata do të ekspozohen në pavionin e Mesjetës, aty ku ndodhet një shtatore e Skënderbeut, afresku, imitacione armësh, botime origjinale në disa gjuhë e të tjerë. Nga ana tjetër, muzeu, në bashkëpunim me institucione të tjera, do të pasurojë në këtë pavion edhe dokumente apo objekte të tjera që lidhen me pavarësinë e Shqipërisë, duke sjellë kështu frymën e asaj kohe.